Aleanca për Shqiptarët, krahu i Taravarit, ka ngritur shqetësime për reformat që priten të bëhen në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Sipas kësaj partie, sistematizimi që pritet të ndodhë në këtë ministri ka prapavi etnike. Nga partia e Taravarit akuzojnë se rasti i fundit për të cilin shprehim shqetësim të thellë është njoftimi që qeveria përmes Ministrisë së Punëve të Brendshme po përgatit ndryshime ligjore dhe sistematizime të reja të vendeve të punës në njësinë për punë të brendshme, në njësinë Strug Dibër Kërçov, duke e degraduar në njësi të kategorisë së rendit të dytë, me çka po humbet kompetencat kryesore komanduese. Njomza Shaqiri, zëdhënëse e Aleancës për Shqiptarët, thotë se të gjithë kompetencat kalojnë në jurisdiksionin e sektorit për punë të brendshme në Ohër. Si pasojë e kësaj, në qytetet me shumicë shqiptare nuk parashihen më pozita kyçe si kryeshefi policisë, kryeshefi njësisë antikrim, komandanti pikës kufitare dhe zëvendës komandant në stacionet policore. Pasqyrimi një politike që s'ndalon, ku nuk aplikohet përfaqësimi i drejtë dhe adekuat sipas demografisë dhe shumicës shqiptare në këtë region, kryeshefi i sektorit rajonal për kufirin i MPB-s me qendër në Ohër, emërohet një Maqedonas nga Kërçova në një pozitë të cilën për 2 dekada e ka përfaqësuar shqiptar. Ky veprim cenon drejt për së drejti parimet kushtetuese të barazisë, përfaqësimin e drejtë dhe bashkëjetesës ndëretnike, si dhe minon besimin ndërmjet komuniteteve në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Aleanca për Shqiptarët më tej kërkon nga koalicioni vlen që të jep përgjegjësi politike për, siç thonë, mos respektimin e interesit të qytetarëve shqiptar në 3 qytete siç janë Kërçova, Struga dhe Dibra. Aleanca për Shqiptarët, pas deklaratës së djeshme të zëvendës ministrit të MPB-s, Astrid Iseni, që propozimet e tilla po diskutohen, por nuk kanë vendim definitiv, kërkon nga përfaqësuesit e koalicionit vlen që të marrin përgjegjësinë politike që u takon, të reagojnë menjëherë dhe të vihen në mbrojtje të interesave të qytetarëve shqiptar të Strugës, Dibrës dhe Kërçovës. Ne nuk do të lejojmë që përmes vendimeve administrative dhe politike të zhbëhet përfaqësimi institucional dhe në përkëmbet barazia e shqiptarëve në këtë shtet. Sistematizimi në Ministrinë e Punëve të Brendshme është paralajmëruar shumë herët nga vetë ministri Toshkovski, por dhe kjo pritet të ketë shumë përplasje në opinion për shkak se opozita shqiptare akuzon se me këto ndryshime shqiptarët do të humbin pozitat që kanë pasur deri më tani.